Jesh me zjarrin është një art i mundimshëm që vjen që nga antikiteti dhe pëlqejet nga shikuesi i çdo lloj prerje. James Kodra është vetëm 20 vjeç, por si akrobat dhe krijuesi i cirkut të zjarrit, në pak vjet ka fituar famën e popularitetin e shumë spektakleve të marra së bashku. Në moshën 12 vjeç e gjys, një nga mjeshtrat dhe një nga regjisorët më të mëdhenj këtu, që quhet Pavli Sallata, ka qenë dhe profesori im i parë si profesionist, më mori dhe krijoi me mua një numër shumë të bukur, më dha dhe bazamentin që duhet ketë një profesionist në cirk. Dhe në moshën 14 vjeçare, tek shfaqja e tij, ishte ai regjisor, unë dola me një numër solist. Është e vështirë sepse je mbi një tavolinë me pak hapësira dhe je në një shkallë që duhet ruash ekuilibrin dhe në atë shkallë duhet të bësh dhe vertikal dhe qëndrosh me krah. Njerëzit sot po rrin.com jo më shkallë në vertikal. Na ka bërë përshtypje shumë se ka qenë shumë i talentuar që është i vogël. Edhe ne kur kalonim kështu shkallëve të cirkut ose në për këto dhomë sallat e provave, që ashtu e shifshim i çun të vogël kështu. E të gjithë ne na ka bërë përshtypje, domethënë orkestranëve që e shifshim me zysh vitoren duke punuar. Më vonë u stërviste me Agrol Muor dhe filloi ato hapat e para, kështu ishte ideal i vogël, i çapkën kështu, pa karakat ka qenë. Kam ndërtuar dhe një numër tjetër mbrapa me Sabrinën, një dyshe në shkallë, shumë e bukur taja, dhe më pas u shkëputa, sepse i mora bazat e mia dhe dola në vete. Arrita të krijoja 2 numra tjerë, një numër tjetër me shkallë, të një niveli shumë më të lartë se i pari, sepse gjithmonë akrobati duhet të synojë për më sipër. Dhe mbas këtij numri krijova diçka me ndihmën e Bajram Kurtit, mjeshtër këtu te cirku. Stërvita 2 fëmijë të vegjël dhe i nxorra në shfaqje për herë të parë, ato quhen Tani dhe Ersa. Bëmat në lojën me flakën janë nga më të papriturat dhe bartin gazin e situatave nga të cilat Jamesi ja ka dalë me zgjuarsi. Ka qenë rasti që kam dalë një herë në shfaqje dhe ke ushtrimi final, kur unë duhet bëhe vertikale, isha sipër në tavolinë 1 metër, mbi 2 shkallë, që shkallët bashkohen njëra me tjetrën, që ta shohni edhe tek video mbrapa, që do filmoni. Harrova tamponat që u vendoshin sipër. Dhe pa tamponat nuk kisha se si të bësha vertikale, ndjela sipër 6 metrave e gjys edhe por isha kështu. Edhe i thash asistentit ja bësha se s'dosha që ta kupton dhe publika, bësha me tamponat, që tamponat. Ai me vrap i shkreti, futet brenda, të kërku ke dhoma ku ishin tamponat, edhe rrin aty dhe kur rrishe nuk isha çat bësha dhe ja bësha një kështu, krijosha një buzëqeshje. Rregullosha llonxën. Gjëra të vogla që kalon te koha. Atëherë kam një ndjer shumë keq edhe ndjela sepse nuk kisha çat bësha më, ishte ushtrimi final, ishte kulmi i numrit dhe unë kisha harru tamponat, si kisha nxjerr shfaqjet. Mi qenë në Vlorë, mi qenë me shfaqje private dhe duke bërë me flak, një nga flakët bien, kupton? Edhe kur kisha derdhur flakën, kisha hedhur flakën ke shkopi dhe ke veglat e tjera ke zinxhirët që përdor, kishin kapur dhe papuçet që punosha unë, kishte rënë benzina dhe kur bie një nga shkopat që luaja unë, bie në tokë një nga shishet, dosha ta fiksha me këmbë, sepse unë des pak, sepse ishte parket edhe ishte pak i vjetër e dërras atje në Vlorë dhe dosha ta fisha me këmbë. Dodi kishte pika benzine ke koha dhe merr koma flak. Merr koma flak, edhe tu lut me këtë, koma merr të flak. Por kosha komën poshtë, lusha me kështu. Dhe me stil, heq papuçën me këmbën tjetër dhe duke bërë kështu, fluturoj papuçën kështu me këmbë. Papuçja ne, e fiku asistentit. Asistenti duhet gjithmonë, prandaj them që numrat e cirkut bëhen dot vetë, sepse ka rrezikshmëria shumë e madhe. Për herë të parë, po i përkasim kohës ku po jetojmë, po pranohemi që po jetojmë si kombë evropian. Vizita e zotit Baker pas atyre të zotrinjve Jamesi ka dhe një histori amerikane të emrit. Si ka lindur James, si ka lindur profesioni Jamesi. Unë kam lindur në 15 qershor 1991 dhe është e çuditshme se ka qenë emri i parë që është vënë James në Shqipëri,
sepse 4 ditë para se të linë show në 11 qershor, 91 erdhi James Baker, që janë shtruar edhe tapet në kuq. Dhe nëna ime kishte emër tjetër në mendje, po vendosi ta vente James dhe cirkun e zjarrit e kam krijuar unë me mikun tim Rubinin. Kupton? Është një grup që performojmë jashtë cirkut, jashtë këtij cirkut, privat dhe organizojmë shfaqje si këtu, si dhe jashtë vendit. Filluam me shfaqje të vogla nëpër kopshte, nëpër kthej, me kopshte me fëmijët në fillim duke bërë gjëra klonatash. Më vonë filluam nëpër pape, filluam të forcoshim ushtrimet, bëshim ushtrime më të bukura, shifshim në internet, i zhvilloshim ku i punonim. Së toku me asistentin 23 vjeçar Robin Zunën, të dy vijuan me kurajo xhonglimin me zjarrin duke shkelur dhe arenat europiane të cirkut. Flaka me shkallët është një krijim i Jamesit. Nuk është kriju, nuk është botu në cirk ndonjëherë, është thjesht ideja e Jamesit. Pak a shumë, ka njerëz që e pëlqejnë, ka njerëz që, po shumica mirë e pëlqejnë. Shumica njerëz e pëlqejnë. Dhe si me këtë frikë më kujtohet diçka, për shembull kur bëjmë shfaqje nëpër klub e Zem, shkojmë ne dy me Jamesin, ka raste që shkojmë edhe ne dy. Tjerët janë sfilata mode, balerina jashtë grupit ton. Sa më fillojmë me flak, tjerët ulërasin, ngërthasin klientët që janë nëpër klub. Wow, njëri, wow, tjetër tek. Varësisht kjo është diçka që ne na bëmë qesh, menaxheri i klubit tethet. Hajde të bëjmë shfaqje, tu thotë, "Ho çuna ç'a bëhet, do na di që do na bëni." Po me fund fare më çdo gjë me sukses, është gjë e bukur. Fund fare thon, a pëlqyet, gjëra të bukura. James si një fenomen i parakohshëm arriti të krijojë dhe grupin e tij artistik me 2 fëmijë. Më i vogli Artan Balla, 9 vjeçar, bën ushtrime të krijuara enkas për një stil të ri akrobatik. Ishim aty dhe me mori Jamesi profesorin. Edhe filluam të bëni numër. Unë, Jamesi dhe një vajzë tjetër që ka emrin Ersa. Edhe filluam të punonin me numër derisa për 2 muaj arritën ta bënin dhe për herë të parë dolën në skenë. Me Tanin e kam zënës dhe kam një vit që punoj. Tani është nga do fëmijët që spikat të studio e cirkut që kemi ne, ndryshe shkolla e cirkut. Edhe është nga do fëmijët që duket që në fillim që është talent. Dhe ta kap syri direkt. E mora dhe për 3 muaj ndërtova diçka si me Tanin, si me një vajzë tjetër që është stërvis dhe ka dalë një numër shumë i bukur, një numër që nuk është bërë as këtu dhe as në një vend tjetër, është një ide, një krijim origjinal i këtij cirkut dhe ka qenë një numër shumë i bukur, shumë i bukur. Një nga numrat më të bukur se unë gjithmonë punoj solo dhe nuk para pëlqej dal në shfaqje me partner dhe Tani është, si të them, partneri më i mirë me gjithëherë. Janë të vegjël dhe nëse do të ndërtosh diçka, më mirë ti marrësh vetë dhe ti stërvisësh vetë dhe del më bukur. James Flaka njeh mirë gjuhën e lëvizjes përmes pantomimës. Me lojën kreative dhe profesionale, ai manifeston suksesshëm zotrimin e hershëm të zjarrit nga njeriu dhe flakën e brendshme të pasionit.